Hëngri lakër turshi për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Lakra turshi përgjithmonë ka qenë e vlerësuar sidomos si një ilaç. Me të mjekët kanë trajtuar një sër komplikacionesh të ndryshme. Lakra është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin. Të konsumoni të paktën 100 gram lakra turshi, do të merrni 20 mg të vlerave ditore të vitaminës C. Gjithashtu ato posedojnë vitaminën A, acid folik, magnez dhe elementë të tjerë ushqyes shumë të rëndësishme këto në aktivitetet tuaja të përgjithshme. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një mburojë e veçantë për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Lakrat janë një ushqyes shumë i favorshëm edhe falë vitaminës B12 që ato përmbajnë. E për këtë arsye sidomos sugjerohet edhe për vegetarianët konsumi lakrave. Lakra e kuqe është deri në 7 herë më e shëndetshme se lakra e bardhë. Ngjyra e saj mund të tregojë gjithashtu edhe nivelin e antioksidantëve që i përmban me shumicë. Përfshirja e lakrave turshi në dietën tuaj do të nxjisë edhe një rritje të mirë të niveleve të antioksidantëve të trupit tuaj. Me këtë arsye, përfshirja e lakrës mund të jetë gjithashtu një produkt shumë i rëndësishëm. Aftësia shëruese e lakrës tejkalon shumë bimë medicinale të njohura, citoneltisajt. Në 100 gram lakra turshi do të gjeni 20 mg të vitaminës C, një vitaminë A, vitaminën gjithashtu acidin folik, magnezin, hekurin, fosforin, kalciumin, kaliumin, natriumin dhe substanca të mira të proteinave. Lakra është një burim i mirë i vitaminës B12, prandaj ajo rekomandohet veçanërisht edhe për persona të cilët janë vegetarianë. Lakra është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të traktit digjesi. Ajo që e bën lakrën turshi të ndryshme nga lakrat e freskëta është gjithashtu edhe bakteriet probiotike. Lakra turshi është një ushqim bimor i fermentuar i pasur me kultura probiotike në mënyrë natyrale, që do t'i japin kështu rezultate të mira kundër këtyre komplikacioneve, citon studimi. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj sigurisht do të jetë një mburojë shumë e mirë edhe kundër çrregullimeve të florës së zorrëve. Ato janë veçanërisht të mira edhe pas komplikacioneve të cilat i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Gjithashtu lakra turshi do të ndihmojnë në tretjen e ushqimeve në mënyrë më të shpejtë dhe më të sigurt, duke ndihmuar kështu në shpërbërjen e yndyrnave dhe në përshpejtimin e mirë të metabolizmit, duke nxitur kështu nxjerrjen e toksinave nga organizmi dhe mbajtjen e trupit më të shëndetshëm, duke ndihmuar në rigjenerimin e mëlçisë dhe prodhimin e elementëve ushqyes të saj. Lakra turshi do të përshpejtojë edhe rigjenerimin e organizmit duke vepruar kundër problemeve të reumatizmës dhe inflamacioneve në trup. Lokalisht ajo mund të përdoret edhe si një zgjidhje në lehtësimin e kruajtjeve të lëkurës për shkak të inflamacioneve të ndryshme, alergjive, djegjeve të vogla dhe kafshimeve të insekteve. Veçanërisht këtu lidhen edhe glerzat ose bletët. Gjithashtu, njerëzit të cilët konsumojnë lakrën turshi janë më të fortë dhe më rezistent ndaj këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Prandaj lakra turshi rekomandohet veçanërisht edhe për të moshuarit, njerëzit me sistem të dobët imunitar. Gjithçka që duhet të bëni është të konsumoni lakrën e përgatitur vetë. Lëngu i lakrës turshi ka efekte shumë të favorshme edhe në shëndetin tuaj. Është i pasur kryesisht me vitaminën C, vitaminën K, vitaminën B, gjithashtu edhe me vitaminën U. Njëherësh element të rrallë të vitaminave të rëndësishme në trajtimin e problemeve të ulçrave dhe shqetësimeve të organizmit tuaj në tërësi. Ndër të tjera, lëngu i lakrës vepron kundër problemeve kërpullore dhe bakterieve dhe mbron gjithashtu kundër inflamacioneve dhe ndihmon kundër problemeve siç janë ulçrat dhe problemet e tretjes. Lakra turshi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese që mund të shtohet edhe në gatimet tuaja. Për të përfituar të gjitha vlerat kryesore të lakrës turshi në mënyrë të rregullt, atëherë këshillohet ta përgatisni vetë në kushte shtëpie. Pasi kështu do të evitoni shtimin e tepërt të kripës, që mund t'i japë edhe një zgjidhje më të mirë
në mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi, citoi studimi. Lakra turshi ka aftësinë të mbush organizmin tuaj me shumë energji, të forcojë imunitetin dhe të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet që lidhen me shëndetin e zemrës. Përtej shijes së tyre fantastike, vlerat e jashtëzakonshme të lakrës turshi, ashtu si dhe asaj të bardhë për shëndetin, janë arsye kryesore pse ato s'duhet të mungojnë asnjëherë në kuzhinën e çdo familje shqiptare. Lakra e bërë turshi është plot me vlera shëndetësore. Ajo përmban gjithashtu nivele të larta të fibrave, një sasi domethënëse të vitaminës C, vitaminës K, si dhe një pastrim të mirë të imunitetit dhe në fuqizimin e tij dhe në mbrojtjen gjithashtu të komplikacioneve. Lakra turshi ka gjithashtu aftësinë të mbush organizmin tuaj me shumë energji. Megjithatë, ajo duhet të konsumohet në sasi të kufizuar sepse mund të përmbajë edhe sasi të tepërta të kripës. Studimet të cilave u referohemi konfirmojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin e një sasie të mirë të probiotikëve, të cilët organizmi juaj ka shumë të rëndësishëm për të mbushur trupin me energji. Lakra çon edhe në përmirësimin e bakterieve të mira të stomakut dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Lakra e bardhë turshi gjithashtu mund të forcojë sistemin tuaj imunitar, të sintetizojë vitaminën B dhe të luftojë diaren që shkaktohet kryesisht nga marrja e antibiotikëve. Megjithatë, nxehtësia e shkaktuar nga bakteriet e mira, ndaj duhet të konsumohet lakra turshi e freskët në mënyrë që të përgatitet vetë në shtëpi. Sasia e përshtatshme ditore e fibrave bazohet tërësisht nga nevoja për mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Fibrat e tretshme tek lakra ndërlidhen edhe me yndyrnat dhe kolesterolin dhe i përcjelljin ato jashtë nga organizmi. Kjo nënkupton se gjaku përthith edhe më pak kolesterol. Një filxhan me lakra turshi përmban 35% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 23% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës K. Vitamina C do të luajë një rol antioksidues, ndërsa vitamina K ka edhe ndikime në piksjen e gjakut, por edhe të dyja janë thelbësore për shëndetin tuaj të kockave të forta. Lakra turshi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj. Ofron 12% të dozës rekomanduar ditore të ekurit. Burimet kryesore të lakrës e bëjnë atë një zgjidhje mjaft të mirë produktive për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Lakra turshi do të ofrojë 12% të dozës rekomanduar ditore të ekurit, shumë i rëndësishëm ky mineral edhe për shëndetin e nyjeve. Burimet bimore të këtij minerali mund të ofrojnë një përthithje më të mirë të vitaminës C, element ky i cili do të luajë gjithashtu një rol pozitiv në rritjen e imunitetit tuaj. Përgatitja e lakrës turshi në kushte shtëpie do të përbëjë një favor avantazhues kundër këtyre shqetësimeve. Lakra turshi ka aftësinë të mbush organizmin tuaj plot me energji, të forcojë imunitetin dhe të mbrojë gjithashtu shëndetin e zemrës. Përtej shijes fantastike, vlerat e jashtëzakonshme të lakrës turshi, ashtu si dhe të bardhës për shëndetin janë arsyet kryesore pse ato nuk duhet të mungojnë asnjëherë në kuzhinën e çdo familje. Lakrat e bardha turshi janë plot me vlera shëndetësore. Ajo përbër edhe një sasi të mirë të fibrës të domosdoshme dhe vitaminës C dhe K, si dhe pastron sistemin imunitar dhe pasuron me hekur. Lakra turshi ka gjithashtu aftësinë të mbush organizmin me energji. Megjithatë, ajo duhet të konsumohet në sasi të kufizuar sepse përmban nivele të larta të kripës. Këshillohet më mirë të konsumoni lakrën e përgatitur vetë. Studimet tregojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin e një sasie të madhe të probiotikëve, të cilët furnizojnë bakteriet e mira në stomak dhe parandalojnë arritjen e bakterieve të këqija në të. Lakra e bardhë turshi mundet gjithashtu të forcojë imunitetin, të sintetizojë vitaminën B dhe të luftojë diarren që shkaktohet nga marrja e antibiotikëve. Megjithatë, është e rëndësishme të mos teprohet dhe të kombinohet në mënyrë të duhur për dietën tuaj të rregullt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
Nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.